deputetu. E vërtet. Me Sherif Konjusën, nëse zgaboj je shok, a? Me Sherif Konjusën nuk jam shok, po njihem, ka qenë i burgosën politik, ka punu në kuvend, dhe jemi njoftë shumë herët, pas raportet mira me te. E qka me ndonit, dhe më thonë, për Glau Konjusën, a ka qenë pjesë e shikut, se shpesh herë është përmen që Glau Konjusën ka qenë pjesë e shikut? Unë mas pari nuk e di asë kush o konë pjesë e shikut, se edhe mu më kanë sulmu që më konë shefi shikut. Po se di, kam dëgju që ka punu një ko me rrugë në IT në shik. Po tani është e vërteta, nuk kam folë asë njëherë me... Se a i më kishtë të regu me pas pytë, për besë se kam pytë. E qëfa raporte më duke ti i ki raporte të relaksume me vetëvendosin? Me vetëvendosin, unë si kam të prishta me kërkon në raportet. Për në që i vetë minjeri që asë Berisha nuk e përqish, asë me vetëvendosin s'kam nëj qështje, por me politikat e tyre janë njerës të detshëm, apo den se na jemi kolegë, janë zbut raportet në komunikim në salë, në qytet. Sot, për shemë, i kom praku 2 vetëvendosjes në Prizren një ven atje, edhe folëm dorë për dorë. A i thova, keni më madhon që dikur, ata janë tut me ta dhonë dorë. Por e kanë pa që na jemi njerëz gjithë, konkurojmë për zgjedhje, kush fiton, kush sfiton, vazhdon jetën. Se përdu më thonë Basagjavet, pse e keni liu ju, se jeni pak fajtur që e keni liu një diskurs dam shumë politik, dhe më thonë të thonë që ki hajni, që ki shpioni, që ki pa fakte, dhe më thonë. Po tani qa me vonë, me mytë? Po jo me mytë, po ka organet shtetit që... Organet nuk ka, këtu është problemi, nuk funksionojnë organet. Për shambull, me thonë, për shambull, mu më kanë dëllë, që për të ndërpres më falë, më kanë dëllë, për shambull, më kanë me Azem Syle, në Azem Syle është dijet kontributit ti, dhe më ka qenë komandanti përgjithshëm edhe me thonë për shembull dë Balush, që shtëpi thamë, me thonë që hini kë ka marrë, kë ka këtë diskurs, dhe me thonë, jeni pak fajtur ju që i keni leu. Shikar, ti i vetëmi institucion në një vend, është gjykata edhe policia. E vërtet. Nëse ligji nuk ta jep të drejtën me fydi kanë, ki drejt një drejtu policisë dhe gjykatës dhe prokurorisë. Po pëse që këni drejtu jo? Problemi është, unë i kam disa lanë me media. Një e di që ke fitu me Butasat? Jo me i kam fitu një 4-5 në për ata, po nuk është problemi këtu. Po këtu lanë civile vënohen me 5 vjetë, 10 vjetë. E vërtet. Nuk është në regu. Unë për shemë kam pas një konflikt gjykatë penal jo, po civile në Zvicër, edhe është kry mrena fatit, mrena 6 mujve duhet me përfundu në nda. Jo më vëno. Kom pas probleme dhe me shtetin e kom pa dit një herë, dhe jemi shku dhe në Strasburg. Po nuk ka thonë kush i që ati, kush është taj një farë, fugjati ati janë një farë, shqiptari, shteti farë në cishëm. Këtu në Zvicër, por ka marrë parasysh, edhe duhet me dalë me një vendim në afatin e caktum. Unë jam i thari kësaj. Po, drejtësia të na, lenë për të dëshru, duhet mu përmjësu shumë, duhet me punu shumë. E vërtet. E kini deklarat interesante, ke thonë që ka inspektor të vetëvendusës që po dolin të teren edhe pishuin apo punujnë veteran të UÇK-s për mi anor pagën. Penzijen. Është e vërtet që pysin, a je veteran, a keni veteran punë, edhe me unal pagat, sepse me ligj s'ke drejt me punu. Dhe në qofë se me ligj s'ke drejt me punu, në nuk muj me akuzu atë pse po e zbaton ligji. Nuk është normali. Por, nështë nga aspekti human, nuk të duhej me okufizu të drejten, deri sa të miratohet një ligjë. A i shkreti me 170 euro, sa ka marrë dhe ta, është bërë 210 në duke diçka që ashtu, është e vogël si pak. S'munët me kalu muin me familje. Dhe është i detyru me punu në ndërtim, ku dion, vetë shërbim, dikon punon. E vërtet. Po janë disa probleme tu që
të cilat me ligjin e ri për veteranët e luftës duhet mu trajtu. Spari duhet të mu trajtu me komision dhe me ligj kush është veteran dhe kush është. Veteranët duhet me leju me punu edhe në shtetë edhe... A është veteran Albin Kurti? Nuk e di, nuk jem konë në komision. Është në luftë, që është veteran, po ka shumë njerëz që s'kanë qenë as, si kanë pas as... Po në lufta e ke taku në herë, Albini? Në lufta e ke taku në herë? Jo, nuk e kam taku në luftë, po unë më ka tërgu Adem Demaci që e ka morë në zyrën e ti, me punu, dhe duke qenë zyrën e Ademit, dhe Vatsadem që ka qenë i autorizum për me themelu asamblen parlamentare të Kosovës, në kohën ku s'ka funksionuar parlamenti i zgjedhur i famshëm, i LDK-s,